Jemi antidemokratik. Nëse mund të përfundojmë, nëse mund ta dëgjojmë tjetrin, nëse mund ta dëgjojmë tjetrin. Po edhe unë nuk fola kur flisnit ju. Sa fillova unë. Se kam dhe reklama. A nisa unë duke folur kur fliste zoti Shej? Jo, pres një respekt minimal. Edhe Shej ju pritje, të gjithë tani. Po presë të më prisni dhe mua, pa keni të mundur që të jepni mundësinë drejtës fjalës edhe shumicës. Pra, rritja e turizmit me 600% nuk është thjesht një element numerik, sepse bie shumë dakord që duke qenë se ne baza nga kemi nisur ishte shumë e ulët dhe trendi i rritjes do të jetë shumë i lartë. Kjo ama është e lidhur me investimet infrastrukturore të cilat janë bërë për të mundësuar pikërisht të lloj rritjeje të turizmit që këtë vit do të jetë dhe më i lartë. Po ku investime infrastrukturore o bida? Nëse ju nuk e keni parë investimet të cilat janë bërë në bregun e Joni, që është tërheqja më e lartë turistike në Shqipëri. Nëse nuk keni parë se cila është investimet në aeroportin e Tiranës, paleme të Vlorës që do të hapet, të Tiranës që ka mundësuar do hapen do si ai Kuksit. Ti po investimet që do hapen. E kupton tani se do dini si Orbani me atë rrethotullimin, e kupton se korrupsioni në Shqipen që është gjuhë ime nënës që shpresoj të edhe jotja, thash në të Tiranës, paleme në të Vlorës që do të hapen. Flisja për të Tiranës. Po kemi të njëjtën gjuhë nënë. Po pra, po ta shikosh strukturën e fjalës. Unë do të çojmë drejt nga kjo studio nëse ne nuk mundet të vazhdojmë një bisedë të qytetëruar. Mbaroj një fjalë se ngela të turizmi është rritur se ajo do investohet, e di strukturën e fjalës. Nuk ka për të ardhur kur Partia Demokratike në pushtet, sepse ka ju që po i mbështet. Ju që mbështet. Me PD që ti po ke me PD në çantë dhe ke qenë ke kaluar këtë. Unë kam qenë pa partia gazetar. S'kam qenë ndonjëherë me PD. S'kam qenë kurrë me PD. Po PD ishte me PD. Ne nuk mundet të ndërtojmë një debat publik në të cilin dëgjohet tjetri. Unë them tani. Po dëgjuam njëri tjetrin mjaftueshëm. Ju dëgjuat sepse nuk ndërhyra unë kur flisnin tre të tjerë dhe tre të tjerë ndërhyrin. Sa po ndërhyrin? Sa po ndërhyrin? Për shkak se bëhet debat. Fol. Ja ta përfundoj vetëm fjalin Bida. E para pra, shifra mbi turizmin kanë të bëjnë drejt për drejt me investimet që janë bërë dhe që janë kthyer edhe në shifra të tjera të cilat janë të pamohueshme, siç është rritje ekonomike, siç janë rritje e drejt për drejt e të ardhurave në sektorin e turizmit, ku nuk po i futem shifrave të cilat vijnë prej buxhetit të shtetit, por mjafton që të shihni se sa ka shkuar sot paga e punonjësve në zonën time elektorale, që është Saranda, Delvina dhe Konispoli, ku thuaj se të gjithë janë të punësuar gjatë sezonit të verës, i cili është zgjeruar nga marsi, ka filluar që tani turizmi, që ishte i pa imagjinueshme, përfundon në nëntor, dhe që pagat e tyre janë të krahasueshme sot me Korfuzin që është përballë. Për të thënë me këtë paradigmë, faktin që sot ne jemi në një fazë konkurrueshmërie me tregje të cilat nuk ishim dje. Dhe kjo është thjesht për të hedhur poshtë nihilizmin. Sikurse nihilizmin që elektorati shqiptar është i pa edukuar, po elektorati shqiptar do bëjë ndryshimin, o shkon njëra, o shkon tjetra. Unë besoj tek e dyta. Unë besoj që elektorati shqiptar është i pjekur, i cili zgjedh alternativën më të mirë ndër alternativat që ka, dhe që sot për sot ka vendosur që kjo alternativë më e mirë është alternativa qeverisë e Partisë Socialiste për kë i pëlqen dhe për kë nuk i pëlqen. Dhe që patjetër nesër nëse do të kenë një alternativë më të mirë qeverisëse, unë i kam besimin e elektoratit shqiptar, asaj nuhatjes zgjuarësisë popullore politike të shqiptarëve që do të zgjedhin sërish alternativën më të mirë. Që përqofin diçka më të mirë se PS-ja, po aty do ta zgjedhin. Në rrethanat që ne jemi tek debati politik i brendshëm në Partinë Socialiste, unë do marr dy shembuj thjesht për të mos hedhur poshtë nihilizmin, duke e pranuar, duke menduar dhe unë që cilësia e kuvendit, duke menduar dhe unë që cilësia e kuvendit nuk është në nivelin që duhet. Në dy çështje për cilat unë kam sensitivitet si përfaqësues i votuesve të mi dhe individualisht, i kam arritur që ta mendoj ligjet të cilat janë propozuar fillimisht nga qeveria në kuvendin e shqiptarëve. Pra ke thënë ti atë që thashë. I kam amenduar, jo i kam thënë, i kam amenduar, ato ligje kanë kaluar me amendime, sepse kam bindur kolegët e mi në Partinë Socialiste, se ajo është zgjidhja më e mirë. Po shej, s'ka nga ta di këtë se në një debat publik s'kemi parë në parlament. Nuk është e vërtetë kjo. Nuk është e vërtetë kjo, sepse disa kolegë, përfshi dhe mua, jemi çuar dhe kemi ngritur çështje të zonës tonë. Na thua do në një projekt ligj konkret dialektik brenda politikë, në ligjin për buxhetin që është kaluar bashkë me kolegët e tjerë në unë që jam në opozitë, kam amendu ligje sa duhet. Të lutem Ardi, bëre
debatin brenda Partisë Jo, ma Socialiste. se ka për atë, ka për vizionin. Po ta mbaroj pra dhe Një dakord. ndërhyrje, po jo, po se argjën minutat kohë. Ai thot Porti Durrësit i thua mendim, ti ke bërë korrigjime vëlla korektiv. Ai po thot Porti Durrësit vizioni, As korrigjim s'kam bë pa. Secili prej nesh ka ngritur çështje të zonës së vet elektorale, të cilat janë shqetësuese dhe që patjetër janë probleme që duhen korrigjuar nga qeveria, se ne pse i ngrëm në parlament. Çfarë është kjo? Është një kërkesë ndaj ministrave. Është një kritik ndaj ministrave. Dhe mbi të gjitha, në mbledhjet e grupit që zgjasin shtator, çfarë mendojnë se ne bëjmë? Ne bëjmë ato që dalin në media që u tha filan gjë ndaj filanit? Këto diskutohen. Te Porti Durrësi që po thua, te Porti Durrësi që po thua, unë do të doja te Porti Durrësi që tha zoti Shej dhe që e përmendet ti, unë do të doja të ishte si epidemi i vjetër, po ti futesh mendimeve individuale, nuk është kjo zgjidhje. Nuk është kjo zgjidhje. Zgjidhja është më e mira. Sepse Shqipëria tek plani tjetër ka plan kombëtar të rrugëve. Ka plan kombëtar të rrugëve, të cilat plan kombëtar i rrugëve po zbatohet. Plani kombëtar i rrugëve. Plani kombëtar i rrugëve është i viti 1998. Alabari atje s'ka dhënë lekë të kap Globë. Po thoni çfarë inxhinierësh janë mbledhur për të bërë se kjo rrugë pse jo e rrugë. Plani kombëtar